9 kandidat të Partisë Socialiste për Bashkinë e Shkodrës në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, të gjithë bashkë dhe me një entuziazëm ndryshe, janë prezantuar si ekipi që do ta përfaqësojë Bashkinë e Kryeqendrës së Veriut në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ishte drejtuesi politik i qarkut të Shkodrës Benet Beci, që gjatë këtij prezantimi u shpreh se Shkodra në këtë zgjedhje ka ekipin më të mirë. Më pas kandidatët duke prezantuar veten dhe angazhimin e tyre për Shkodrën 2030, i ftuan qytetarët që në 11 maj të bëjnë zgjedhjen e duhur, ku në fletën e votimit të votojnë numrin 5 Partinë Socialiste. Jam përjet mirënjohëse Shkodrës për mundësitë edhe mbi gjitha për këtë privilegj që më ka dhënë sot. Shkodra para 2 vitesh i dha besimin Partisë Socialiste dhe kryetarit Zotit Beci. Dhe për këto 2 vite Shkodra përshpërblehet me punë, me progres, me investimet të cilat nuk do të nalen. Dhe për të mos nalën këto investime, Shkodra edhe njëherë duhet ja japin besimin Partisë Socialiste dhe ekipit të saj. T'i japim besimin Partisë Socialiste, t'i japim besimin këtij ekipi kampion dhe ta çojmë përpara Shkodrën dhe Shqipërinë. Kjo kthes që kryetari i bashkisë njëkohësisht drejtuesi i qarkut përmysi, theu, ma në fund, një tabu, një mentalitet në Shkodër, nuk duhet mu nalë tani. Ashtu sikurse nuk duhet mu ngadalsu gjithë projektet edhe mbështetja që është dhënë nga qeverisja qendrore në Shkodër. Edi Rama e ka kryt nga Shkodra. Është vërtet privilegj që të jem pjesë e një rrugtimi i cili qartazi po synon që ta çojë Shkodrën ose ta realizojë në Shkodër atë që Shkodra ka qenë gjithmonë edhe patjetër do të jetë porta e Shqipërisë drejt Europës. Këto punë të mira që kena nisë, mi përfunu, pse jo me nisë tjerat, mi përfunu deri që të bëna Shkodra aty ku duhet me kenë dhe me u marrë për shembull në gjithë Shqipërinë. Unë kam një dëshirë, që i vogël jam rrit me dëshirën e madhe që të shërbej njerëzve dhe të bëj diçka për njerëzit. Prandaj, ne kemi numrin 5 në fletën e votimit, ta maksimizojmë atë numër. Unë besoj që trit sot më shumë se kur kanë shumë arsye për më ardhur në Shkodër, trit sot më shumë se kur kanë shumë arsye për me jetu në Shkodër, për me zhvillu veten, jetën e tyre edhe të ardhmen e tyre. Partia Socialiste do të bëjë më të mirën dhe ky ekip fantastik besoj që do të sjellë më të mirën për ne. Vëmendja që ka marrë Shkodra në këto 2 vite të drejtimit të bashkisë nga socialistët ka qenë kryefjalë vazhdimësisë dhe fjalimeve të kandidatëve të cilët vinë në këtë garë me një frymë pozitive për Shkodrën.